Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lartuar lavdrojmë qëmë salavat dhe selam e pejgamberit e ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjitha atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Para 2 javë kemi fillu veç me e shpjegu fillimin e shpalljes edhe ardhjes së shpalljes ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi sqaruar se si Gjibrili ka ardhur disa herë edhe i ka urdhëruar apo ju ka drejtuar me fjalën lexo Iqra dhe 3 herë ka kap fuqishëm e ka shtrënguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për me e përgadit për emanetin edhe rrethanën me të cilën do të ballafaqohet tutje me pranimin e shpalljes në përgjithësi, dhe kemi shpjeguar se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është friksu jashtëmase në këtë rrethanë, në këtë situatë, për faktin se në përgjithësi tek arabët nuk ka qenë e njohur çështja e shpalljes edhe pejgamberisë ashtu siç ka qenë tek krishterët dhe jahudit në përgjithësi. Arabët kanë qenë pagan edhe pse kanë pretenduar që janë pasues të Ibrahimit alayhis salam dhe të Ismailit, megjithatë nuk e kanë ditë të thotë këtë rrethon, kështu që nuk ka qenë diçka e njohur. Për çata edhe tham Khatijja me njëherë e dërgon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te Waraq ibn Nawfal, edhe këtu më duket kemi mbet apo e dërgon te Waraq ibn Nawfal Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, masi që i tregon se me çfarë është ballavaçuar edhe është friksu për veten e tij, edhe kur Waraq ibn Nawfal ka qenë më konkretisht ka qenë djali i Agjes së Khatijës. Edhe kemi përmend edhe më herët atje kur kemi fol për idhujtarinë edhe adhurimin e idhujve edhe refuzimin e disa personave, individa, prej tyre ka qenë edhe kush? Ka qenë edhe Waraq ibn Nawfal, që nuk është pajtuar me këtë formë të adhurimit, edhe ky ka qenë krishter, po jo krishter në kontekstin për arsyes edhe krishterët në atë kohë nuk kanë qenë krejt në një vijë. Ka pas të thotë krishter që kanë besu Isaun alayhis salam jo si djalë Zotit, po si të dërguar. Edhe po vrehet që ka qenë pasues i kësaj fryme Waraq ibn Nawfal, nuk ka qenë pasues i frymës së Trinitetit, që kanë qenë i përhapur tek krishterët në përgjithësi. Për këtë shkak, kur i drejtohet Khatijja Waraq ibn Nawfalit, thot o djali ibn akhi, domon djali i vllaut apo djali i Agjes, i thot dëgjoje çka prej këtij personi, prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se çfarë është tu tregu. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tregon Waraq ibn Nawfal çka ka ndodhur, çat fillimin e shpalljes, çu i ka ardhur Gjibrili e kështu me radhë, edhe për Waraqën kjo nuk ka qenë diçka e panjohur, nuk ka qenë diçka e pakuptueshme. Për sikurse tek Muhamedi alayhis salam dhe tek arabët në përgjithësi. Për arsye se ka pas njohuri në çështjen e pejgamberëve dhe ardhjes. Edhe çka i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ky që të ka ardhur ty, fjala është për Gjibrilin alayhis salam, është en-namus. En-namus, nëse e përkthejmë në shqip, domthonë është një lloj lajmtari, diçka që bjen lajm, është për qëllim meleku i shpalljes, që është për qëllim Gjibrili alayhis salam, që e ka dërguar shpalljen pejgamberëve edhe para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot ky është çaj namusi që i ka ardhur edhe Musait alayhis salam. Disa kanë thonë pse se ka përmend Isaun alayhis salam. Disa prej komentatorëve kanë thonë e ka përmend Musaun alayhis salam për arsye se pejgamberia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më shumë i përngjon Musait alayhis salam se sa Isaut alayhis salam. Pse? Çka jo mërmendja? I ka fol. Isa alayhis salam ka fol, po edhe Musa alayhis salam domthon krahas asaj që ka fol me Allahun e Madhërisht, i ka ardhur edhe Gjibrili alayhis salam. Po thonë për arsye se Isa alayhis salam ka qenë një pejgamber që faktikisht nuk ka arrit me shtri ndikimin e tij në ata lajmtar, për arsye se
ata që e kanë besu kanë qenë parafërsisht ata 12 havariun që e kanë njoftë edhe kanë pasu, edhe ata pastaj e kanë përhap fen e Isaut a.s. Prandaj edhe kanë ndodhur këto devijimet. Kurse Musa a.s. i ka përngjall Muhamedit s.a.s. për arsye se e kanë manifestuar edhe praktikisht edhe fizikisht shpalljen edhe mësimet me cilat janë dërguar prej Allahut Madhërisëm. Se edhe Musa a.s. ka qenë mbret apo ka qenë udhëhec i Bani Israilëve, edhe Muhamedi a.s. nuk ka qenë mbret, por ka qenë udhëhec i kujt? I muslimanëve, edhe e ka funksionalizuar, me thon kushtimisht Kur'anin edhe shpalljen i cili ju ka dërguar prej Allahut Madhërisëm edhe në jetën e përditshme. Kurse Isa a.s. nuk ka arrit këtë, nuk ka arrit me realizu këtë. Prandaj edhe ka pasardhësi shumë në atë që ka shpjegu Isa a.s. edhe tek pjesëtarët e tyre në përgjithësi. Për këtë shkak thonë që e ka krahasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me Musaun alayhis salam se sa me Isaun alayhis salam. Për arsye se ai ka besu edhe Isaun edhe Musaun alayhis salatu wassalam. Edhe i ka thënë ky është çaj lajmtari që i ka ardhur me Musa alayhis salam, pra me shpallje, edhe i thot domon një lloj pendimi, një lloj dëshire e Waraka ibn Nawfal, thot isha kon më i ri, më i fortë. Për arsye se ka qenë shumë moshë të thyme, ka qenë edhe i verbër, domthon ka qenë faktikisht pak kohë, mas kësaj edhe ka vdek Waraka ibn Nawfal, ka vdek. Edhe thot po të isha gjallë, edhe po të isha më i fortë që të dalë në mbrojtje edhe të ndihmoj ty atëherë kur populli do të nxjerrin ty jashtë. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtu çuditet. Për arsye se vërtet e kemi përmendur edhe në ato në histori edhe ngjarjet të cilat kanë qenë, për arsye se vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në një nivel që e kanë respektuar të gjithë banorët e Mekës, edhe kanë qenë kanë pas një lloj manifestimi të respektit jashtëzakonshëm ndaj tij. Edhe nuk e ka marrë parasysh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se mundet me ndodh do thotë nxjerrja ose me ndjek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej Mekës. Edhe përsa ata thotë mukhrijiyahum, ata mundet të nxjerrin, edhe çka thotë Waraka thotë nuk ka asnjë njeri, asnjë pejgamber i cili ka ardhur me ato që ti je ardhur e që populli vetë e ka pranuar, domthonjë që e ka lënë thirr, se kanë lënë rahat, kështu që patjetër do të refuzojnë edhe patjetër do të kundërshtojnë ty. Edhe i thot isha gjallë, pra edhe i fortë që të arrit edhe të ndihmoj edhe të dalë në mbrojtje ty. Edhe kjo është ngjarja e cila ka ndodhur. Pas kësaj ngjarje bëhet një lloj ndërprerje e vahjit. Domthonë pastaj një kohë nuk vjen Xhibrili, nuk i vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kështu që edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam merakoset. Tash çka ka ndodhur me mua? Ç'a ishte ajo çfarë kum po unë? Edhe kjo periudhë e ndërprerjes, i thonë arabisht fatratul wahi, domon koha e ajo periudha e ndërprerjes, ka transmetime dhe sqarime që kanë bë historianë se sa ka zgjatë. Disa kanë thonë që ka zgjatë 40 ditë, pra nuk ka pas kur farë paralajmërimi tutje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Disa kanë thonë ka zgjatë 6 muaj, disa tjerë kanë thonë edhe 2 vjet e gjys, edhe badje edhe 3 vjet. Por e saktë është që prej ka 40 ditëshit deri në 6 muaj. Kjo është do thotë parafërsisht më e sakta, për arsye se 2 vjet e gjys është do thotë një periudhë shumë e gjatë që logjikisht nuk mundet me qenë reale. Po ajo që ka është fakt që mas kësaj periudhe, mas që ka ardhur shpallja, Iqra, edhe ato 5 ajetet e para, ka ndodhur një periudhë ndërprerjes. Edhe historianë kur e shpjegojnë, edhe ata njerëz që e kanë trajtuar këtë çështje kanë thonë, kjo ka qenë e qëllimshme për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ai të përgatitet edhe ai ki parasysh kur ndodh një situatë shumë e jashtëzakonshme, të vinë pak një kthjellje në periudha gjata, pak mu kthjell me ditë çka ka ndodhur, me ditë çao situata që mu para përgatit pastaj ajo çka të vjen pas kësaj. Kështu që ka qenë një lloj
qetësimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe në anën tjetër një lloj nxitje dhe një lloj kërkese për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një lloj kurreshtje, domthonë shtim i një lloj kurioziteti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se çfarë kërkohet prej tij. A i ki parasysh, nuk ka qenë edhe ngarkesë psiqike që mi ardhë me njëherë, tjetra që me ngarku psiqikisht diçka të ranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka pushu pak, është kthjell e ka analizuar situatën, çka ka ndodhur me të dhe çka ka qenë rrethana, çka ka qenë situata, pastaj ka prit, hajde, mirë, unë jam që situatë, çfarë do të ndodhë? Nuk është domosdoshmë diçka që ka ardhur një mas një që me ka ngarkesë për të, edhe me qenë do thotë diçka që vështirë e përballueshme për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që në këtë situatë, në këtë rrethon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka prit vazhdimisht. Edhe pas asaj kohe thuhet që edhe më shumë e ka kërkuar vetmin. Për arsye se është tentu me kriju edhe me realizu këtë takim ose këtë situatë, çashtu që ka ndodhur dhe herën e parë me Xhibrilin alayhis salam. Edhe ka tentu edhe vazhdimisht ka shku edhe në shpellën Hira, ka shku vazhdimisht edhe nëpër kodra të ndryshme, ka hyp pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëpër lartësira për me e gjetë veten e tij edhe me tentu me e gjetë këtë komunikim, edhe është mërzit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nuk ka ditë se çfarë po ndodh me të. Një sens që është e rëndësishme këtu që të shpjegohet është edhe një situatë edhe një rrethon e cila përmendet në koleksionin e Buhariut. Ajo është se në koleksionin e Buhariut përmendet një pjesë, një frazë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mërzit për këtë rrethon ndërprerjes, e në kontekst kur përmendet, thot aq shumë është mërzit sa që ka tentu edhe me u rrëzu nga kodra, do thot me ra në një formë me bën një lloj me thon kushtimisht vetvrasje për veten e tij. Dhe kjo frazë, kjo shprehje përmendet në koleksionin e Buhariut. Mirë po e saktë është se Sahihu Buhariut, ju çush e dim, edhe kjo është domthonjë një çështje që duni me pas parasysh, posaçërisht ju si musliman edhe na e dim që vazhdimisht si ehle sunne e kemi që mas Kuranit libri më i saktë është libri i Imam Buhariut. Edhe Imam Buhariu çdo hadith të cilën e ka përmend, e ka shënu në koleksionin e tij, o zotu me veten e tij që ka më shënu vetëm ato hadithe që janë të sakta, që i ka marrë me transmetim edhe i ka pas do kushte më të forta, më të mëdha se sa që kanë qenë do thot ato kushtet e njerëzve ose muhadithinëve që i kanë shënu apo i kanë përcjell hadithet e tyre të sakta. Pra ka pas disa kritere edhe më të rënda. Që tash unë s'po du më jam ngarku juve për arsye se kanë bëjnë me fushën e hadithit, kushte domthonjë tek personi për i të cilët ka marrë hadithin, edhe ai që e ka marrë te ai tjetri e kështu me radhë që ai zinxhiri transmetues te çata njerëz ka pas disa kritere shtesë. Nuk janë vetëm kritere që disa janë pak më liberal në këtë, Imam Buhariu ka pas disa kritere shtesë. Kështu që për çata edhe emërtohet që është do thot koleksioni më i saktë pas Kuranit nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po nisana do të me pas parasysh që nëse themi në koleksionin e Imam Buhariut, nuk do të thotë që aty ka vetëm çish më thon ju e keni pa edhe mushafi Kurani, është fjala e Allahut të Madhërisht. Mirë, po në hyrje të Kuranit e ki për shembull që kjo është sure Mekije, është ai xhuzi çikaç. A keni parasysh, janë disa sqarime, ato nuk janë Kur'an. Apo Kurani është ajo çfarë ndërmjet ajo pjesa që është do thot ajeti, është çajo fjala e Zotit, çajo Kur'an. Domthonë këto pjesë tjera sqaruese që është xhuzi që ka ajeti që ka e kështu me radhë, këto nuk janë do thot Kur'an, nuk është do thot e zbritur prej Allahut të Madhërisht kjo, ose surja për arsye se edhe emërtimi i sureve nuk është bë do thot prej Allahut të Madhërisht, janë bë më vonë do thot sahabët i kanë emërtu ose disa janë emërtu nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, po nuk është shpallje prej Allahut që kjo sure e ka emrin çështu. Për çata dhe kemi disa sure që kanë 2-3 emra. E keni parasysh. E pra Kur'an është ajo. Edhe te Imam Buhariu për shembull kur i ka radhit hadithet, ka bë kapitull, do thot i ka emërtu ato, domthonjë ja u ka qit titullin e kapitujve.
Domthon kapitulli për shembull këtu kur flet për fillimin e shpalljes e ka emërtu kapitulli fillimi i shpalljes. Ai ka përmend hadithet aty. A keni parasysh? Tash, ajo nuk është Buhari që ai kapitulli, po hadithet që janë me zinxhir transmetues, ai është do thotë koleksioni i Buhari. Pastaj janë disa hyrje që Imam Buhari ka përmend nganjëherë domthon thanje të tabiinëve ose të sahabëve. A ki parasysh që si sqarim rreth atij kapitulli. A ki parasysh? Ose ka përmend ndonjë ajet ose ndonjë hadith që i thuhet muallaqan, domthon që nuk e ka përmend me zinxhir transmetuesve, a keni parasysh, po e ka përmend vetëm si sqarim i asaj që do të vjen tutje në atë kapitull. A keni parasysh? E tash këtu kur e ka përmend që të hadithin që flet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për kohën e vonesës apo ndërprerjes së shpalljes, thotë e përmend do thotë një thanje të një tabiini që ka pas emrin Zuhri, që thotë fima balaghana, ashtu që na u ka përcjell neve, pra nuk është ai domthon hadithi drejt për drejt, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mërzit aq fort saqë është ka hyp dhe për kodra dhe ka shëtitë për kodra, saqë ka tentuar dhe me ra vet, do thotë prej kodrave, prej mërzis. E që kjo fjalë nuk është hadith. Kjo fjalë është thënia e Imam Zuhriut, është një prej tabeinëve, domthon dietarëve të njohur, që nuk domthon ai e ka përmend do thotë që ka qenë perceptim i tij, nuk është do thotë diçka e saktë që e kanë përmend sahabët edhe kanë vlerësuar do thotë me zinxhir transmetuesve. Prandaj këtë duhet bërë dallim. Është përmend si fenomen, si rast që Imam Zuhriu e ka përmend për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po jo që është do thotë kjo prej pjesë e Sahih Buhariut që ka zinxhir transmetuesve edhe kjo ka ndodhur ashtu qysh përmendet në këtë sqarim të këtij hadithi. A keni qartë? Besoj që u kuptu. E bana këtë sqarim për me e pasë posaçërisht kur dojnë shijat ose disa prej atyre njerëzve që tentojnë me fut dyshime në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e përdorin që të rrethona dhe që të thonje që me thon qysh për pejgamberin son Buhari përmendet posaçërisht shijat. Domthon kur dojnë me sulmu koleksionin e Buharit e përmend këtë qysh do thonë ju në koleksionin e ju thoni që pejgamberi sa ka dashur me bë vetvrasje. Apo kupton? Edhe këto do thotë e përcjellni drejt për drejt prej sahabëve, do thotë prej shokëve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që tentojnë me fut dyshime, mirë po që kjo është do thotë fakti edhe realiteti i këtij komenti apo këtij sqarimi që është thënia e tabeinëve apo i Imam Zuhriut, që është një nga dietar tabein, që nuk do thotë që është thënia, domthonë nuk është thënia e sahabëve që ka zinxhir transmetuesve ose që i plotson kriteret e Buhariut që të nënkuptohet që është në koleksionin e saktë të Imam Buhariut. Qartë? Mirë. Shkojmë do thotë tek pika e tjetër që ka të bëjë me wahjin, shpalljen. Çka është shpallja? Është e rëndësishme me e ditë si hyrje kuptimin e shpalljes. Çka kemi për qëllim kur themi shpallje? Neve po e përkthejmë shpallje, arabisht i thonë al-wahi ose al-ilham, që është për qëllim edhe në Kur'anin famullar përmendet nganjëherë fjala shpallje, wahi, që Allah xhallahu ala i thot për shembull i ka shpall nanës Musës që me e përgadit Musën alayhis salam edhe me fut në një kuti ose sanduk edhe me qit në anije edhe me qit në lumin Nil edhe me lshu. Edhe kjo ka qenë një lloj frymëzimi që Allah i Madhreshëm ja ka bë nanës kujt? Musës alayhis salam. Po s'do të thotë që nana e Musës ka qenë pejgambere, apo edhe ju e dini që gratë, do thotë femrat, nuk ka pas për tyre pejgamber. Megjithëse disa kanë tentu me e diskutu këtë meselë, po e sakta është domthonjë që pejgamberët janë burra, meshkuj që janë dërguar do thotë tek popujt e tyre në përgjithësi. Pra shpallje me cilën Allahu i Madhreshëm ka komunikuar me pejgamberët është ajo frymëzimi dhe lajmi që Allah xhallahu ala ja ka dërgu një pejgamberi të caktuar
qoftë do thot në forma të ndryshme të cilat do t'i sqarojmë tutje. Pra kjo është do thot ajo shpallja për cilën do thot kemi për qëllim. Nuk është për qëllim lloj i shpalljes është edhe ëndrat e sakta, që edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ajo që ka mbet pejgamberis janë edhe ëndrat e sakta. Po, kjo është lloj i shpalljes, mirë po te pejgamberët janë më të qarta, më drejt për drejta, edhe e din qartë që është komunikim prej Allahut Madhërisht. Tek njerëzit mundet me kanë një lloj shpallje ose një lloj frymëzimi ose një lloj paralajmërimi prej Allahut Madhërisht, po nuk munden me ditë në formë të drejtë për drejtë që është do thot prej Allahut Madhërisht. Për arsye se ka mundësi me qenë edhe prej shejtanit, ka mundësi me qenë edhe prej kujt, edhe prej nefsit vet. Për çata edhe tash kemi shpjeguar javën e kaluar që apo para 2 javë kur kemi mbajt që ëndrat do thot nuk mund me kanë diçka që me vërtetu në formë të prerë, diçka me aprovu ose me mohu diçka. Por ajo çka është e saktë te pejgamberët ka qenë lloj i shpalljes, edhe për çata edhe Imam Buhariu kur fol për fillimin e shpalljes tregon që gjëja e parë me cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është para përgatit me shpalljen ka qenë ëndrat e sinqerta, ëndrat e sakta, të cilat i ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë natës edhe ditën ju kanë realizuar ato. Do thotë çashtu që ka pa, çashtu do thotë edhe ju kanë realizuar. Dhe kjo ka qenë fillimi i shpalljes ose i përgatitjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për me e pranu Kur'anin famlar. Dhe kjo është do thot për qëllim shpallja. Dhe ka të bëj kjo edhe me aspektin fetar ose më shumë me thonë aka ideologjik, do thot aspektin e besimit, se vërtet ne ehli sunna wal jamaa mendojmë ose është ai besimi që njeriu ka nevojë për shpallje për me e gjetë vërtetën. Për arsye se mendja e njeriu pavarësisht sa mundet me kon e aft, edhe është do thot një privilegje që Allahu xhalla ualla e ja ka dhënë Allahit Madhërisht njerëzimit, megjithatë nuk është gjithmonë e aft me dallu të mirën dhe të keqen në formë të prerë. Apo kupton? Sikur që pretendojnë disa filozof ose disa që i dhajnë përparësi mendjes ose edhe disa racionalista për muslimanëve që njeriu mundet me gjetë vërtetën vetëm me mendjen e tij. Që kjo do thotë nuk është realiste për arsye se mendja ndikohet nga rrethi, ndikohet nga koha në cilën jeton e kështu me radhë dhe shembulli më i thjeshtë është do thotë ndikimi që mundet me marr njëri në një shoqëni. Për shembull me marr një fëmijë të vogël edhe me u rrit në një mes ku po e zam një shembull shumë thjesht ku konsumohet alkooli normal, ai s'mundet me e perceptu se është diçka e keqe ose e mirë. Apo kupton? Ose edhe nëse e percepton ju në formë të qartë. Nëse nënën tjetër e merr një fëmijë dhe e largon alkoolin prej tij dhe jep informacion vazhdimisht që kjo është diçka e keqe, edhe rritet në këtë rrethon, atëherë është shumë normale me e konsideruar diçka të keqe. Pra ndikohet prej rrethit, ndikohet prej prindërve, ndikohet prej shoqënisë, ndikohet në kohën në cilën jeton. Prandaj edhe Allahu i Madhërisht ka dërguar pejgamber për njerëzimit që atyre m'ia u ndriçu të vërtetën e saktë cilën duhet me pasu njeriu. Pra nuk mundet njeri në formë të ndarë vetëm me logjikën e tij me e kuptuar një të drejtë apo një të vërtetë absolute pa u shërby me shpalljen. Për çata Allahu xhalla ualla ka dërguar vazhdimisht njerëzve pejgamber, edhe ju ka komuniku Allahu i Madhërisht me njerëzimin nëpërmjet pejgamberëve edhe dërgimit të libra për shkak që ti drejtimi edhe orientimi të saktë të cilën e kanë nevojë të njerëzit. Pra është diçka e domosdoshme edhe prandaj edhe Allahu i Madhërisht e ka vazhduar në çdo popull, në çdo situatë, në çdo rrethon ka dërguar pejgamber deri te pejgamberi jon i fundit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë i fundit edhe e ka dërguar shpalljen e fundit Kur'anin famlar, i cili do të vlej derisa të ekzistojë ky njerëzim. Pra kjo është do thonë një gjë që duhet me pas parasysh muslimani dhe çështja e pejgamberisë edhe pejgamberve edhe librave, domthonë ka të bëjë me akiden, ka të bëjë me edhe kur i mësojmë do thotë kushtet e imanit, është ka besimi
mas me laçe vinë besimin e librat edhe pejgamberët. Edhe domthon ka të bëjë me çështjen e bindjes edhe besimit që Allah xhallahu ka dërguar pra pejgamber për me udhëheq dhe me e drejtu njerëzimin në atë çka është e saktë dhe çka është e vërtetë dhe na e pretendojmë dhe e besojmë këtë në formë të prerë, jo siç pretendojnë disa thash racionalista, qoftë edhe prej muslimanëve, Montezilit apo të tjerë, apo edhe filozofët që njeriu mundet me ardhë me konkludu një të vërtet absolute vetëm nëpërmjet mendjes, që kjo do thot nuk është e saktë, nuk është do thot realiste për shkak të ndikimeve të ndryshme që mundet me i pas mendja. E tash çka është e nevojshme me ditë gjithashtu edhe tek shpallja apo tek vahji i Allahut Madhërisht është se është disa forma. Cilat janë ato forma me të cilat ka komunikuar Allahu i Madhërisht me pejgamberët apo me njerëzimin në përgjithësi? E para është kur Allahu i Madhërisht ka fol drejt për drejt me pejgamberët, sikurse që ka fol Zoti i Madhërisht me Musa alayhis salam, që e përmend Allahu i Madhërisht në formë të drejt për drejt. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dhe Allah xhallahu ala i ka fol Musa alayhis salam me një thanje domon qartë, jo do thot me një thanje po domon qartë i ka fol min wara'i hijab me pengesë, do thot nuk kanë arrit me e pa Allahun e Madhërisht, po ka fol do thot me një nëpërmjet domon me një lloj pengese ose mbuloje që s'kan mujt me pa, vetëm e kanë dëgju zërin e Allah i Madhërisht kur ka fol me ta. Këtë e kanë dëgju dhe kjo ka ndodhur edhe me Muhamedit alayhis salam kur ka shku në qiellin e Miraxhit, në qiellin e 7, aty do thot ka komunikuar Allahu i Madhërisht në formë të drejtë për drejtë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo ka qenë do thot ajo rrethana kur është bë edhe obligim edhe namaze apo falja e namazeve në përgjithësi, edhe kjo ka ndodhur pra. Ajo pra që e besojmë ne si ehli sunna është se Allah xhallahu ala direkt ka fol me pejgamberët, jo me një formë tjetër, për arsye se fjala e tij është do thotë cilësi e Zotit Madhërisht e përhershme, edhe nuk i ngjason pra në kuptimin e asaj që tek njerëzit mirë, po është do thotë thania e Allahut Madhërisht, sikur që ka fol me Kur'anin, ashtu që ka fol edhe me librat e mëhershëm, pra Allah xhallahu ala ka komunikuar me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është do thotë forma e parë apo lloji i parë. Lloji i dytë është komunikimi i Allahut Madhërisht nëpërmjet kujt? Xhibrilit alayhis salam, pejgamberit të lajmtarit, që Xhibrili është lajmtari që e ka dërguar shpalljen tek pejgamberët. Dhe kjo ka ndodhur me dy forma. Forma e parë ka qenë kur Xhibrili alayhis salam do thot ka komunikuar në formë të drejt për drejt, e ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe e ka pa formën e tij, dhe kjo kemi thënë ka ndodhur 2 herë, respektivisht do thotë disa kanë thënë 3 herë, po e saktë është 2 herë ka ndodhur. E para është do thotë kur e ka pa pra masi që në shpellën Hira kur ka në shpellën Hira kur ka komunikuar, dhe hera e dytë do thotë kur e ka pa do thotë në horizont që e ka mbulu do thotë qiellin edhe tokën me krahët e tij Xhibrili alayhis salam, dhe kjo ka qenë komunikimi drejt për drejt, ashtu që ka kriju Allahu i Madhërisht Xhibrilin alayhis salam. Mirë, po është aftësi e melaçe që ata mund me shëndru edhe në forma të tjera, dhe kështu që forma e dytë me cilën ka komunikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Xhibrilin alayhis salam ka qenë edhe në formën e personit. Në shumë raste ka qenë një person në Medinë kur ka qenë, që e ka pas emrin Dihjetul Kelbi, kështu e ka pas emrin ky sahabi, ky ka qenë muhaxhir, kësi ansar, prej banorëve të Medinës, ka qenë shumë i hjeshëm. Edhe ka njoft, ka qenë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ka ardhur Xhibrili alayhis salam, ka ardhur në formën e tij. Edhe ka komunikuar, këta tjerë nuk e kanë njoft që është do thotë Xhibrili, kanë menuar që është shoku i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, Dihjetul Kelbi. Masandej e kanë kuptuar që
është do thotë Xhibrili, domthonë ka ardhur në formën e tij që mos me kriju huti, mos me kriju do thotë paqartësi, edhe ka raste që tregohet edhe Aisha radhiyallahu ta'ala anhu e ka pyet se çka ka dhënë Dihyetul Kelbi që të ka ardhur, pejgamberi sa më ka thonë nuk ka qenë Dihyetul Kelbi, po ka qenë Xhibrili alayhis salam. Masande e ka kuptu, do thotë që ka qenë Xhibrili alayhis salam. Dhe kjo është do thotë forma që faktikisht i ka ardhur kur ka qenë në Medinë, jo në Mekë. Në Mekë nuk i ka ardhur në këtë formë, për shkak se nuk ende Dihyetul Kelbi që shtam ka qenë ensar, nuk ka qenë muhaxhir. Dhe forma e dytë ka qenë sikur që është rasti i hadithit që ka ardhur një njeri shumë me tesha shumë të bardha, me flokë shumë të zeza, domethënë që ka përshkruar Omeri radhiyallahu ta'ala anhu që pas një kohe ka pyet pejgamberin sa a e dini kush ka qenë ai, që kanë thonë jo, ka qenë Xhibrili që ka ardhur në formën e një njeriu për m'ia mësu fenë ju. Do thotë ka ardhur në formën e një njeriu jo të caktuar, domethënë personit që e kanë njoft, po që ka qenë i panjohur, edhe ky ka qenë do thotë forma e dytë, forma e tretë, me thonë kushtimisht, qysh ka ardhur Xhibrili alayhis salam te pejgamberi sallallahu për me informu edhe me i tregu mia pru shpallin. Dhe kjo është do thotë forma e dytë. Forma e parë ishte fjala direkte, e dyta nëpërmjet Xhibrilit, që ka qenë kryesisht në 3 forma, domthonë si në formën e tij që është i krijuar Xhibrili alayhis salam, forma e dytë si Dihyetul Kelbi dhe forma e tretë si një njeri do thotë i rëndom, do thotë jo i caktuar. Forma tjetër ka qenë i thot al-qadhfu, do i ka ardhur frymëzimi në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka qenë në disa raste, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka fol edhe prej fjalëve të Allahut të Madhërisht, po ndoshta edhe ndonjë situatë, ndonjë rrethon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyet për një situatë apo për një rrethon apo për një gjë, Allahu xhalla ala ja ka pru lajmin në zemrën e tij dhe ai e ka ditë çka është përgjigjja rreth kësaj. Sikur që është rasti, mund ta përmendim inna ruhul qudus nafatha fi ruhi lan tamut nafsun hatta tastakmila rizquha fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një rast ka thonë vërtet meleku lajmtar, është fjala për Xhibrilin alayhis salam, ka frymzu në zemrën e tij dhe më ka thonë që vërtet njeriu nuk mundet me vdek derisa të plotësohet rreziku i tij. Prandaj ajmilu fi talab ar-rizq, domthon prandaj edhe mundohuni me kon të përpikt në kërkimin e rrezikut që me qenë ajo halal. Kjo është do thotë forma e tretë, me thon kushtimisht. Forma e katërt është forma e ilhamit, që është edhe kjo një lloj shpallje, e cila qysh e ka përmendur edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë më e rënda për të. Që ka ardhur në formë të në disa sqarime ka ardhur si një lloj zhurme të zilev, në disa sqarime ka ardhur si një lloj shushurime apo adina ajo zhurma e bletëve që vjen në çat kontekst, i ka ardhur si në çat formë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mund të themi që ka qenë më e vështira kur flet për këtë formë, kur e përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë kjo ka qenë më e vështira për mua, për arsye se ka kalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej një faze fizike në atë shpirtërore dhe e ka pranuar këtë lajm shpirtërisht, edhe e kanë ditë do thotë një vështirësi më të madhe, saqë qysh e përmend edhe Aisha radhiyallahu ta'ala anhu, që ka ndodhur në kohën e ftohtë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam t'i rrjedhën njerëz. Edhe ka transmetime që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëse ka qenë ndeve i ulun prej vështirësisë edhe prej rëndësisë që ka qenë duke ju shpall, që deveja është ul, do thotë s'ka mujt me bajt. Çfarë që ka qenë e ranë, do thotë kjo ka qenë më e vështira dhe më e rana që i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si shpallje. Edhe çto është e rëndësishme me e pas për arsye se na e keni parasysh po i sqarojmë disa pretendime edhe tendenca të disa njerëzve për me e fut dyshime në pejgamberinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë formë që e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë përdorur disa orientalista, edhe disa që kanë shkruar për biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që kanë dashur me thonë që ajo çfarë ka shpjeguar ose çfarë ka
ka pretendu pejgamberi sa që ka qenë shpallje, ka qenë diçka qysh me thonë një lloj po themi një lloj epilepsie që ka rrok pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kështu ata pretendojnë, ata orientalistat që dojnë me e mohu vërtetësinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thonë që ajo çfarë kanë di pejgamberi sallallahu ka qenë një lloj ndjenje e mbrëmshme që s'ka pas të bëjë me diçka të jashtme, për arsye se është diçka jo fizike dhe e mohojnë, por ka qenë diçka e mbrëmshme që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndinë vetën e tij dhe i ka formuluar ato fjalë prej vetes vet. Edhe kanë thonë kanë qenë një ndjenje e transit që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetën e tij që pastaj e ka formuluar çu ka dashur ai ato që e kanë di ajnë vetën e tij, pra nuk ka komuniku, nuk ka qenë diçka që i ka ardhur prej Allahut Madhërisht, po prej vetes vet i ka qit këto sene. E që faktikisht kjo nuk është as pak realiste, për arsye se njeriu i cili mundet me pas kësi probleme dhe në kohën bashkëore që janë problemet epilepsisë ose problemet transit ose që njeri e bjen të fikt ose e humb veten, nuk është ai njeri i shëndosh. Nuk mundet me qenë një njeri që pejgamberi sa ka qenë i shëndosh në të gjitha aspektet. Në asnjë rast nuk ka pas problem deri në disa javë ose javën e fundit të kur ka ndru jetë, do thotë ka qenë në shëndetin më të mirë. Nuk ka pas kur far ankese kur. Prandaj edhe vërtetohet, siç është rasti që me një rast që ka qenë një prej arabëve, ja harrova emrin që ka pas ky, që pejgamberi sa kur e ka thirrë në Islam, ky ka qenë shumë i fortë, shumë azgan, me thon kushtimisht me gjuhën e popullit, edhe ka thonë qyre unë ku më pranu Islamin me një kusht që po du më përla me ty. Do thotë mu përla në kuptimin me këshyr kush cili po e rëzën. E thotë nëse arrin me më rëzu, atëherë e pranoj Islamin. Edhe pejgamberi sa pranon, edhe përlahet me ta edhe e rëzën pejgamberi sa. Arrin do thotë me rëzu, edhe pse ky o kon pe njerëzve që o njif që është do thot më i forti pe atyre, po pejgamberi sa nuk është njoft, nuk e ka pas këtë epitet. Megjithatë, ka qenë i shëndetshëm, edhe ka qenë i fuqishëm, edhe ka qenë do thot në shëndetin më të mirë. E një njeri që ka asaj probleme të cilat këta e akuzojnë, këta orientalista kanë tentuar me akuzu, nuk ka mundësi me pas do thot që të fuqi që me arrit me e zbraps ose me e rëzu, me e mund do thot një njeri që është një në shoqëni edhe tek njerëzit që ka qenë do thot prej më të fortëve. Këtë e kanë përmend ulemat edhe prandaj edhe e kanë mohu këtë tendencë që ka mundësi njeri që ka mundësi pejgamberi sa ka pas do thot kësi probleme për arsye se njerëzit që kanë edhe në përgjithësi edhe sot, po në të kaluamën ka qenë edhe më evidente njerëzit që kanë pas kësi probleme i kanë trajtuar do thot që nuk janë do thot njerëz fizikisht të fuqishëm ose psikikisht edhe i kanë trajtuar tjetër trajtim. Edhe sot është e njëjta. Prandaj është diçka e pa drejt, mirë po është një lloj tendence që ata vazhdimisht janë mundu me gjet dikon ku mund më angjit edhe vetëm me e nënvlerësu personalitetin e tij, ashtu edhe që tentojnë edhe sot, mundohen me gjet çdo shibel me e bot madhe vetëm me e paku ose me e rrëzu këtë personalitet në syrin e muslimanëve fillimisht se kush ka qenë. Prandaj tendenca ka vazhdu gjithmonë tek orientalistat posaçërisht janë mundu me e hulumtu çdo situatë, çdo rrethon edhe kanë mundu me e shfrytzu si kundër argument për me e zvoglu edhe me e zhvlerësu personalitetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, edhe kjo ka qenë kur ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që kjo ka qenë më e vështira për mua, edhe është ndal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetveten e vet edhe derisa e ka pranuar atë shpallje, pastaj kur e ka pranuar, kur është kryer ajo, e ka recituar edhe e ka thonë do thot atë ajetin edhe gjëren që ju ka shpall prej Allahut Madhërisht në përgjithësi, që faktikisht të njerëzit të cilët kanë ballafaqime të këtilla që epilepsisë edhe të situata të tilla nuk kanë mundësi me formulu për arsye se ata janë një gjendje shumë e rëndë psiqike që pastaj ju duhet i rrok edhe një lloj pesimizmi, ndoshta keni pas situatë që derisa të kthjellen mirë edhe të vinë vete, e ndin do thot një lloj
lodhje në vetveten e vet dhe një lloj depresioni në vetveten e vet për këtë situatë, për këtë rrethon që te pejgamberi sa në asnjë formë nuk ka qenë evidente. Unë po i sqaroj këtu për me e pas parasysh për shkak se njerëzit tentojnë kështu me e nënvlerësu personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çashtu që kanë tentuar me e paraqitë ato njohuri që i ka pru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që te Arab nuk kanë qenë fare të njohura për pejgamberet, për Isaun alayhisalam, për Musaun alayhisalam, edhe ato ngjarje që përmenden në Ashabul Kahf e kështu me radhë, për këto ngjarje kanë tentuar mia ngjit se pejgamberi sa i ka dëgjuar prej krishterëve ose ka dëgjuar saqë në disa libra të orientalistëve mundesh me perceptu që shoqënia arabe ka qenë krishtere tërësisht, që faktikisht kjo nuk ka qenë realiste për arsye se arabët në përgjithësi kanë qenë idhujtar. Aty këtu ka qenë dikush që mundet me qenë krishter, po jo që ka pas ndonjë njohuri ose që pejgamberi sa kanë dajt apo ka përfituar prej tij ashtu që tentojnë mia ngjit në përgjithësi. Dhe këto do thotë ato format e shpalljes me të cilat i janë ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ka komunikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Allahun e Madhërisht, që përmendin ulemat në përgjithësi kur shpjegojnë pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është edhe një pikë tjetër të cilën inshallah po e lajm për arsye se është pak më e gjatë, ka të bëjë në mes të çështjes së dallimit mes kush është rasul edhe kush është nebi. Për arsye se është do thot një çështje që më shumë ka të bëjë edhe kjo me akiden edhe me shpjegimin e kësaj. Inshallah këtë do ta bëjmë në dersin e ardhshëm. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.